ata i ka sjell sistemi 35 vjeçar i politikës. Edhe ata duan të na zhdukin neve. Tani zonat goditen të gjitha, goditet Orikumi, goditet Ducati me llogarain. Po llogaraja pse ç'pun kanë llogara? Ju kanë vajtur tatë i KMT-s dhe edhe ato shtëpitë e drurin llogara dhe ato do prishën? Duan t'i heqin të gjitha. Të gjitha? Ju kanë vajtur dhe i kanë thënë bëhuni gati për prishje, po pa urdhër ligjor. Dhe llogaraja ka dhe një specifik tjetër, se në llogara 99% e banorëve janë atyre që janë Ducatas dhe janë pronat e tyre të vjetra, qindra vjeçare. Janë për shembull fise si Dervish Aliajt apo si Xhebrojt apo si fise të ndryshme të Ducatit. Edhe këta domethënë me pa asnjë lloj ndrojtje ju kanë vajtur, kanë thënë bëhuni gati se do ju ngrëm. Domethënë kështu në gjuhë. Po ju kanë thënë këta ore po na jepni ndonjë urdhër, jo po urdhër s'ka se lartë, po çfarë interesi ka? Do bëjnë atje resorte edhe në. Po llogaraja është aset. Po aset është, po edhe atje kanë synime? Me sa duket po. Edhe sa njësive ju ka shkuar? Jo vetëm atje, edhe në Ducat të vjetër në Sotiran kemi marrë të dhëna që kanë bërë certifikata falso. Sepse ne po përgatisim. Tani Ducat vjetër në fshat vjetër atje lart fare, edhe atje kanë ardhur? Atje ku banorët mendojnë që janë të paprekshëm, se thon kush do vi këtu në mal tek unë, ata dhe atje kanë plan të vend të ngrënë resorte nga 20 nga 30 hektar, që atje janë. Çfarë resorte do bëjmë fshat tjetër, do bëjmë Ducat tjetër? Apo do i vjen një emër tjetër? Po Ducati planifikohet që të ekzistojë vetëm në kujtesën e atyre që janë Ducatas, dhe Orikumi po ashtu, dhe edhe në tragjas të vjetër kemi marrë indicje që kanë marrë disa hektar tokë edhe duan të bëjnë dhe atje, domethënë kundër interesit banorëve. Përveç kësaj tragjasit duan t'i marrin dhe ujin, që uji tragjasit është në radhë pari, tragjasit në radhë dyti Krajinës, sepse është aset madhor. Do përdor një fjalë kryeministrit. Edhe radhimën po e përdosin sepse bëjnë selektive, dikujt ja prishin, dikujt nuk ja prishin në varësi të interesave që kanë ata. Për projektin e bulevardit, për atë të Lungomarës. Jo vetëm për atë, edhe kur ngjitesh më lart në territorin e fshatit Radhim, dikujt t'i japin leje, dikujt t'i japin. Pra veprojnë në mënyrë selektive. Në mënyrë ai që është klient politik i tyre e favorizojnë, ai që nuk ju përkulet atyre, nuk ju lëpiet atyre, e denigrojnë dhe e largojnë. Po përdor një shprehje të kryeministrit që unë po zhvilloj vendin, thotë. Unë po sjell turist. Se kërkojnë ndërhyrje serioze dhe tani jemi gati që ta bëjmë ndërhyrjen serioze edhe për Orikumin, edhe për Boshin, edhe për Stamilin. Po këtu njerë potenciali është jashtëzakonshëm. Edhe kjo vi brezetare bashkë me Orikun atje zona arkeologjike, bashkë me pjesën që shtrihet në anën Ktejit që nuk përdoret bazës. Bashkë me çfarë do të sjellë më tutje zhvillimi këtu që duhet parashikuar, është do jetë mbledhje gjithë. Edhe krijon një shtrirje të re, edhe shpërndarje më të drejtë, qoftë ekonomisë, qoftë ofertës. Do mbledhë gjithë dynjan, nga Radhima deri këtu do jetë një. Për ne të gjitha qeverit që nga 91-92 kanë pasur të njëjtin qëndrim kundrejt interesave tona madhore komunitare. Pra si janë ndërsi këtej ju? Të gjithë kanë qenë në një mendje, që të gjithë. Do me thënë sepse të gjithë nuk na kanë certifikuar pronën, nuk na kanë legalizuar dhe të na njohin ndërtesat që janë të banorëve vendas. Duan të na i prishin, duan të mos na njohin si komunitet. Do me thënë kanë bërë një seri veprim, na kanë pamundsuar jetesën me lloj-lloj poshtërsish, duke na lënë pa infrastrukture, pa drita, pa ujë, pa flas gjatë viteve, gjatë dekadave. Dhe ne i shikojmë si banor, sot ne i shikojmë si një grup ata të gjithë. Për fjalën aktuale të kryeministrit, ai është mendimi i kryeministrit, po unë dua t'i them dhe kryeministrit dhe këtyre të ashtu quajtur opozit që vërtet ju mund të pretendoni që po e zhvilloni këtë vend, po e zhvilloni vendin për kë po e zhvilloni? Për ne si shqiptar dhe si banor të këtij vendi, apo po e zhvilloni për 5 oligarkë dhe për veten tuaj dhe për ata oligarkët e huaj që planifikoni të sillni këtu? Sepse ka shumë rëndësi të madhe, vendi vërtet mund të zhvillohet. Po puna është, a do jemi ne këtu si banor ta shijojmë dhe të përfitojmë nga ky zhvillim, sepse na rezulton që jo deri tani. Pra ne kërkojmë që i drejtohemi kryeministrit edhe të gjitha institucioneve shtetërore dhe i themi ju lutem merrni parasysh interesat tona dhe mos i nëpërkëmbni interesat tona duke bërë propagandë politike.
na respektoni si komunitet, na përfshini në procese zhvillimore, na njini pronën, na njini si banor dhe si komunitet, mos pretendoni që ne nuk ekzistojmë, siç po ndodh deri tani. Na i njini ndërtesat, mos veproni në mënyrë fashiste duke ardhur, do prishet se është pa leje, po nuk më ke dhënë leje, mor zotri, kam 30 vjeç po kërkoj leje. Po pse e ndërtove pa leje? Futet ai partiaku i smur atje dhe komenton, je pa leje zotri, po pa leje jam që kur kam lindur unore. Po tish për lejen e këtyre as për të lindur s'do merrnin leje. Pse e ndërtove? Po do ta ndërtoj, se o do ta ndërtoja, o do futesh në botën e krimit, o do ikja, do emigroja jashtë. S'më ke dhënë leje, ti kam ardhur me 10 euro, kam ardhur çdo vit të kërkoj leje, kam paguar taksat me miliona, do me thënë neve si banor mund të jenë miliona euro që kemi paguar taksa në këto vite, në këto dekada. Si më të më thuash ti mua s'ke leje? Më kupton? Kjo është absurditet. Do me thënë kjo logjik fashiste duhet mbaroj. Ose për ndryshe ne si komunitet jemi detyruar të përballemi pastaj. Nuk është e drejta jon dhe ne si banor kemi të drejtën tonë natyrore nga Zoti, nga natyra, nga njerëzillëku që të jetojmë këtu në zonën tonë, të na njihen këto ndërtesat që kemi bërë, të na legalizojnë, të na certifikohen, të na jepet prona dhe nëse do të vi pushtetari oligarku, nuk i themi ne mos hajde, se ai ndoshta mund të bëjë gjëra më të bukura se ne, po i themi na përfshi dhe neve në procesin e zhvillimit.